Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetime dhe ka dërguar në gjyq kryeinspektorin dhe 2 inspektorë të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Divjak, të akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, rezulton e provuar se në të paktën 31 raste të referuara për ndërtim të paligjshëm dhe të gjykuara më pas me vendime të formës prerë, zyrtarët e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit nuk kanë ushtruar detyrat e tyre ligjore për kontrollin e territorit. Gjithashtu, sipas prokurorisë, në disa raste nuk është ndjekur procedura plot ligjore për fshirë konstatimin e shkeljeve, vendosjen e gjobave, prishjen e objekteve dhe kallëzimin penal, po ashtu nuk janë ndërmarrë veprime për vjeljen e gjobave brenda afateve ligjore, duke sjellë dhe humbje financiare për shtetin. Nga hetimet rezulton se dëmi ekonomik i shkaktuar në periudhën 2021-2022 arrin në shifrën 11.170.000 lekë. Çështja tashme ishte kaluar gjykatës, ndërsa të pandeurit do të përballen me akuzën e shpërdorimit të detyrës sipas nenit 248 të Kodit Penal.